إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vazhdojmë aty ku kemi qëndruar, pra thot Sheikh Abadi Allahu ruajt, thot dhe ihrami duhet jetë pra izar dhe rida, pra një veshje e pjesën në pjesën e poshtë të trupit dhe një veshje në pjesën e sipërme të trupit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të bëj ihram ndonjëri prej jush në izar dhe rida dhe në shapka. Transmeton Imam Ahmedi rahimahullah nga hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Thot, është e pëlqyer që këto rroba të jenë të bardha, të jenë pastra. Mundet që ai që është në ihram t'i lajë ato nëse bëhen pis. Megjithëse sidomos kur mund të jesh për një kohë gjatë, sidomos kur je karin, që do vazhdosh me ato rroba, do i kesh deri ditën e Kurban Bayramit. Normal që mund të bëhen pis. Atëherë thonë dietar që ti mund t'i lash, pra mund t'i lash, mund t'i zëvendësosh, t'i ndrosh ato kur ke nevojë. Thot gjithashtu mund të lahesh gjatë ihramit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është larg kur ai ka hyrë në Mekë. Thot, nga ana tjetër, pra dobia tjetër, ai që duhet të kemi parasysh tjetër, kur personi, ky që është në ihram, çfarë bën? I heq rrobat e tij normale dhe vesh këtë izarin dhe ridan. S'po e përkthejmë, e keni parasysh tani, pjesa një rrobe poshtme dhe një rrobe sipërme. Do them izar dhe rida, që mos ta thot, dhe se gjithë njerëzit janë njësoj te kjo veshje. Nuk kanë këtë dallim mes të varfrit dhe të pasurit, mes atij që është e mirë, mes atij që është drejtues dhe mes popullit. Pra, te kjo barazi rroba gjatë ihramit, thot, është për kujtim që njerëzit do të jenë gjithë njësoj kur do veshin qefinin, thot, të rastin e vdekjes. Pra siç vishen njësoj këtu, kështu gjithë ikin nga kjo dynja me qefin. Prandaj kjo tregon që robi të përkujtojë që të përgatitet, pra se nuk është vetëm kjo dynja, do vi ditë ti do dalësh para Allahut dhe do japësh llogari. Fa me ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa me ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kush bën një të mirë sa milingona e vogël do ta gjej, dhe kush bën një të keq sa milingona e vogël do ta gjej. Pra, kur muslimani e kujton këtë gjë, përgatitet për vdekjen duke bërë vepra të mira që afrojnë tek Allahu xhalla wala sa më afër. Tjetër çështje këtu, kalojmë çështje tjetër. Ai që ka bërë farzin, pra e ka kryer haxhin farz, ose ka bërë umre për veten e tij, mundet që ai të bëj haxh apo umre për dikën tjetër, prej të afërmit të tij ose të tjerë. Nuk është e thënë me qenë prej të afërmit. Pra, po pa të bëj haxh për vete, farzin e ke kryer për vete, umren e ke kryer për vete, pa ke kryer farzin, atëherë ti mund të bësh, thot, edhe për tjerët, për të afërmit e tu ose për tjerët. Thot, prej atyre që lejohet që ti mund bësh haxh për ta, qoftë kjo farz, qoftë nafile, qoftë kjo ti e bën këtë gjë duke i bë bamirësi dhe mirësi atij që po bën haxh për të, ose në këmbim një pasurie. Pra ti e plek që ti të bësh haxh për të. Thot, por se nëse merr diçka, tani po flet për rastin kur ti merr lek, pra shko dikush në haxh për tjetrin, mbas e ka bë për vete, për lek, ose merr lek këmbim sa e lejohet kjo apo jo. Thot, por se pra kur të marri nuk lejohet që të jetë shtysa e tij leku, sepse kjo është e nënçmuar, sepse me këtë njeriu kërkon, me punën e tij kërkon dynjan. Ka dallim, dhe këtë shehu e përmend të shpesh, e përmend dhe dietar nga Sheikhul Islam Ibn Taymija. Ka dallim mes atij që bën haxh për të marrë dhe mes atij që merr për të bërë haxh. Ka dallim, thot, mes atij që bën haxh për të marrë dhe atij që merr për të bërë haxh. Sepse ai që bën haxh për të marrë, ky është i nënçmuar, sepse e përdori haxhin si mjet për të marrë pasurinë. Kurse ai që merr për të bërë haxh, ky është i lavdëruar, sepse e marrura është mjet, kurse haxhi është synim dhe qëllim. Pra, si një person që do që të jetë haxh me njerëzit, por se nuk ka pasuri, do të jetë dhe ai atje, bëj dhe ai dua atje me muslimanët me Arafatet që janë me radhë, thot por se nuk ka pasuri dhe do thot që të arrin haxh me këtë pasuri që merr. Atëherë vazhdon të tema tjetër, kjo është pra për punën e marrjes lek kur bëhet haxh për tjetrin. Pastaj thot, ai person që bë haxh për tjetrin
me njet, çfarë do bësh njet? Njet thot e ke, pra në mikat, njetin e ke për atë që po bën haxh për të. Dhe e thu dhe me gojë, duke thënë lebeke haxhan an abi au an ummi au an filan. Pra, jam përgjigj me haxh për babain tim, për nënën time, ose për filanin dhe e emërton. Thot se i ka ardhur hadith Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ngjuar një person duke thënë lebeke an shubruma. Pra, të përgjigjem o Allah për shubrumën. Dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij, a e ke kryer haxhin? Ai tha jo. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëj haxh për veten tënde, pastaj bëj haxh për shubrumën. Pra këtu e shihni që duhet të kesh bërë haxh herë për vete, pastaj për tjetrin. Ky hadith thotë ka përmend Sheikh Albani rahimahullahu në Irwaul Ghalil me numër 994. 994 e ka saksuar Sheikh Albani dhe ka përmendur se e ka saksuar gjithashtu Bejhaqiu, Ibn Mulaqin edhe Ibn Hajar, Allahu më shërof gjithë. Thotë në këtë hadith ka argument se ai që nuk ka kryer haxh për vete, nuk i lejohet bëj haxh për tjerë. Këto gjë janë qarta, s'kam çfarë të shpjegoj, janë qarta inshallah. Thotë, pastaj lejohet që të bëj haxh femra për mashkullin, pra me qenë për shembull vajza me bë për babën e vet ose për dikën tjetër, ka përmend hadithin që është përmendur më përpara, gjithashtu mund bëj burri për femrën, siç ka ardhur pra te transmetimi Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, që ka ardhur një person te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam burr dhe i ka thënë që motra ime ka është zotuar që do bëj haxh dhe ajo ka vdekur, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë që nëse do kishte ajo borxha, do ta shlyesha? Do ta shlyesha? Po, pra këtu është që bë burri për gruan. Te hadithi që ka kaluar bën gruaja për burrin. Thot, kush janë ata që ti mund bësh haxh për të? A mund bësh për çdo kënd? Sepse këtu në fillim tham, pra për atë që mund bësh haxh për të, për atë që lejohet bësh haxh për të. Kush janë? Thot, i vdekuri, ai që është shumë i thyer në mosh ose është i thyer në mosh shumë, pra nuk ka mundësi që të hipi mbi kafsh, nuk ka mundësi të udhtoj, ose ai person që është i smur me smundje, pra që nuk shpresohet që të shërohet, pra smundje rënd. Për këta mund bëhet haxhi dhe umra. Thotë përmend hadithet, pra shehu. Pastaj flet për telbien lebejk Allahumma lebejk. Pra si ka ardhur çështja e telbies, flasim çik se ka lidhje shumë me tauhidin. Lexojmë këtë që thotë shehu këtu, pastaj kalojmë te Sheikh Albani Allahu më shiroft. Thotë, pra kur thu lebejk Allahumma lebejk, do të thotë që o Allah ti më ke ftuar për haxh në shpinën tënde, në këtë ndërtesë, thot dhe më ke lehtësuar mua rrugën për të kjo, t'jam përgjigj o Allah, t'jam përgjigj. Pra përgjigje pas përgjigje, përgjigje pas përgjigje. Para se të themi te kuptimi i telbies, çfarë thot Sheikh Albani këtu, Allahu më shëroft, thot, pra dhe bën telbie me telbien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak lebejk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte këtë telbie dhe nuk shtonte diçka. Gjithashtu ka ardhur prej telbies pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lebejke ilaha al-haq lebejk. Gjeni? Lebejke ilaha al-haq lebejk. Thot, dhe të kapesh me telbien që ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është më e mira. Megjithse mund të shtosh, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka miratuar këtë gjë prej njerëzve. Pra disa prej tyre thonin lebejke dhal ma'ariji, lebejke dhal fawadili. Gjithashtu ka ardhur nga Ibn Umar radhiyallahu anhuma që thonte lebejke was sa'dek wal khairu bi yadek wal raghba'u ilayka wal amal, wal raghba'u ilayka wal amal. Ama më e mira është të kapesh pra me telbien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lebejk Allahumma lebejk, gjithashtu ka ardhur kjo lebejke ila al haqi lebejk. Pra do flasim për të, sepse Xhabir radhiyallahu an, te hadithi që e transmeton Imam Muslimi, hadithi gjatë, si ka thënë aty, falabba bit tauhid, boni telbie me tauhid. Pa rëndësishme ka ardhur fjala tauhid. Thotë që u këtu dhe urdhërohet, nxitet ai personi që bë telbie që ta ngri zërin e tij. Ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që merrti Xhibrili dhe më urdhëroi që t'i urdhëroj shokët e mi dhe ata që janë me mua që ta ngrihin zërin e tyre kur bëjnë telbie. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalul haxhi al-hajju wath-thajj. Haxhi më i mirë është kur ngrihet zërin telbie dhe gjithashtu kur derdhet gjaku pra i kurbaneve në haxh.
Edhe kurbanet, thot shehu, se këtu thot dimaul al-hadi wal adahi, pra gjaku I kurbaneve në haxh dhe I kurbaneve. Thot gjithashtu ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në haxhin e tyre e ngrinin zërin shumë. Ka thënë Abu Hazim, thot ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kur bonin ihram nuk arrinin filan vend Rauha derisa ishte ngjir zëri I tyre. Zëri I tyre, gjithashtu ka thënë, pra ka përmend fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur jam duke parë Musain alayhi salatu wasalam duke zbritur nga një vend dhe ai e ngrinte zërin pra me telbie. Musa alayhi salatu wasalam, siç përmendëm te mësimi I parë që pejgamberët, pra ata pejgamberët që kanë bë haxh. Pastaj është çështje që diskutohet mes dietarëve, po gratë, shehu pra ka këtë mendim, Allahu më shirov, thot, gratë në telbie janë si burrat, sepse për hadithet që u përmendëm më parë janë pra gjithë përfshirëse ose janë përgjithshme, e ngren zërin e tyre përderisa nuk u jet frikë për fitnë. Kjo është e rëndësishme. Përderisa nuk I jet frikë për fitnë, sepse Aisha radhiyallahu anha, nëna besimtarve, e ngrinte zërin e saj derisa e ngjonin burrat. Thot, ka thënë Abu Atije, e kam dëgjuar Aisha radhiyallahu anha, thot, unë e di se si ka qenë telbia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj e ngjova atë duke bërë telbie lebejk Allahumma lebejk. Thot, wa yaltazim at-talbiya, thot, pra ta thot këtë gjatë gjithë kohës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka dikush që bën telbie, vetë se bën telbie ato që janë nga djathtë e tij, ato që janë nga e majtë e tij, prej gurve, prej pemëve, deri sa të mbaroj toka prej këndej dhe këndej, nga e majta dhe nga e djathta. Thot, sidomos kur ngriheshe ose kur zbriste. Gjithashtu mundet që telbien ta përzij me la ilaha illallah, mund ta përzij dhe me la ilaha illallah. Pastaj shehu thot që vazhdon derisa shef ndërtesat e Qabes ndalon nga telbia. Sheka Bati thot derisa shef Qaben, këtu do flasim për këtë. Pastaj thot kujt I lehtësohet që të lahet para se të hyjë në Mekë të lahet. Pastaj thot që mund të hyj nga cila tregon nga hyj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj thot mund të hyj në Mekë nga cila rrugë do. Pastaj thot kur të hysh në xhami. Pra tregon duan e xhamin. Deri këtu pra arritëm deri te hyrja në xhami. Kalojmë pra pak te çështja e telbies, E para I herë ju thash që ka ardhi transmetim lebejke ila el haq. Çfarë do thot lebejke ila el haq? Thot që Uthemini Allahu më shëroft, lebejke antel ila el haq. Pra, t'jam përgjigj, ti je I adhuruari me drejt. Pra vetëm ti meriton të adhurohesh. Shive lidhja të tauhidit të telbia. Çështja tjetër, po ndalojmë pak këtu. Pra, se disa njerëz thonë që termin e fjalës tauhid e ka shpik filan dietar apo filan dietar. Kjo është refuzim për ata. Ju e shihni që termi tauhid ka ardhur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një nga hadithet që ne kemi përmend shpesh, hadithi Muadhit kur e ka thënë në Yemen, ti gjëja e parë që do të ftosh ata, një është transmetim la ilaha illallah, një transmetim tjetër çfarë është? Ila an yuwahidullah. Pra ta veçojnë Allahun me adhurim. Ka ardhur hadithe tjera, kurse që llojet e tauhidit janë 3. Këtë kemi thënë studim I hollësishëm I tekstave të Kuranit dhe Sunetit. Ju përmend disa hadithe këtu që është përmend fjala tauhid. As ibn Wa'il as-Sahmi ka porositur që të lirohen 100 sklever. Djali I tij Hisham liroi 50, kurse donte djali tjetër Amri që të lironte 50 tjera, thot por se tha unë do pyes pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I tha: "O I dërguari I Allahut, babai im është ka porositur që të lirohen 100 sklever." Thot Hishami liroi 50 dhe 50 duhet I liroj unë. Janë për ati liroj? Tha I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, gjojeni. Thot, nëse ai ka qenë musliman dhe ju lironi për të, ose jepni sadaka për të, ose bëni haxh për të. Tema që kemi, I arrin ky shpërblim. Në transmetim, falau kana aqarra bit tauhid, nëse ka pohuar, gjojeni, tauhidin, veçimin Allahut me adhurim, ti agjeron, I jep sadaka, I bën dobi kjo gjë.
Për çfarë sollëm ne? Për fjalën aqarra bit tauhid. E ka sasu Sheikh Albani Allahu, më shëroft e transmeton Abu Daudi Bejhaqi te Emrad. Transmetim tjetër te Muslimi, men wahhada Allah wa kafara bima yu'badu min dunihi. Kush e veçon Allahun madhrim, wahhada Allah dhe mohon atë që adhurohet përveç Allahut xhallahu ala, është bërë haram pasuria e tij, gjaku i tij dhe llogaria e tij është tek Allah, tek Muslimi. I kthehemi kuptimit telbies, që e thot Xhabir radhiyallahu an, labba bit tauhid. Pra, kjo thot Sheikh Uthemini Allah më shëroft, është telbie e madhe shumë. Xhabir radhiyallahu an ka përmendur tauhidin te kjo. Dhe tauhidi, pra veçimi i Allahut me adhurim, është ai që ka ftuar gjithë të dërguarit. Përmend ajetin e surës Anbiya, nuk kemi dërguar para te ndonjë dërguar, vetëse kemi shpallur atij se s'ka të adhuruar me drejt përveç meje, prandaj veçoni mu me adhurim. Lebek Allahumma, do thot, pra t'jam përgjigjur dhe vazhdoj t'jem bindjen tënde o Allah. T'jam përgjigjur dhe vazhdoj t'jem bindjen tënde o Allah. Ku është thirrja që Allahu xhallahu ala e ka bërë që t'i përgjigjet Muhrimi? Është ajeti që ne përmendëm, pra te tema e parë e mësimit kur folëm për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, pra përmendëm ajetin e surës Hajj, wa adhim fin nasi bil hajj, pra lajmëroi njerëzit, ftoi njerëzit për hajj. Kjo është ajo ftesa që ti po i përgjigjesh. Pastaj pra lebek Allahumma lebek la sharika lak. Pra ti nuk ke t'jam përgjigj ti që s'ke ortak. Nuk ke ortak. Pra as në sundimin tënd, as në uluhien tënde, as emra dhe cilësitë tua. Pra ti je i vetëm rububie, je i vetëm në uluhie, je i vetëm në emra dhe cilësitë tua. Pra je i vetmi Zot, i vetmi krijues, i vetmi që meriton ta adhurohesh, emra dhe cilësitë tua janë plota, pra nuk ke ortak në këto. Qartë? Pastaj thot innal hamda wan ni'mata lak. Pra, t'jam përgjigjo Allah se gjitha lavdërimet dhe falendërimet me dashuri dhe madhurim takojnë ty. Wan ni'matu lak, thot, pra ti je ai që më ke dhënë mirësitë. Mirësitë janë prej teje, që ma ke lëdhën këtë mundësi me arnë haxh, ma ke mundësi pasurinë me arnë haxh dhe gjitha mirësitë, si thot Allahu xhallahu ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nuk keni ndonjë mirësi vetë se keni prej Allahut. Në jetë tjetër thot, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse ju do mundoheni numëroni mirësitë Allahut, s'keni mundësi. Thot Imam Ibn Kathiri te ky ajet, s'keni mundësi me i numëru. Jo më me i falënderu. Qartë, pra mirësia është prej Allahut xhallahu ala, wal mulk, pra dhe sundimi i takon atij, ai ka zotrim, sundim çdo gjë, ai e drejton këtë univers. Pra gjithashtu, pra thot shehu, nëse do ta meditosh të telbie, jemi gjithmonë te fjalë Sheikh Udheminit, do ta shohësh që ajo përfshin gjitha llojet e tauhidit. Prandaj sahabët, Xhabir radhiyallahu anhu kur thotë të fjalë, ne kuptojmë që sahabët janë njerëzit që e njohin më mirë tauhidin. Ma kuptohet mbas pejgamberëve. Thot, pra, këtu pastaj ka bërë lidhjen me tauhidin rububie dhe me tauhidin uluhie, thot, pra, sepse po pohove uluhien, uluhia përmban rububien, kurse rububia obligon uluhien. Pra, ai që e veçon Allahun me adhurim, normal që kjo e përmban që Allahu është i vetmi Zot. Momenti që pohon rububien, që Allahu është i vetmi Zot, i vetmi krijues, kjo të çon, të obligon që ta veçosh me adhurim. Pastaj thot, ne nuk gjejmë dikën që e veçon Allahun uluhien e tij, vetë se e ka veçuar rububien e tij. Pra nuk gjejmë dikën që ta veçojë Allahun me adhurim dhe patjetër ai thotë që Allahu është i vetmi Zot, i vetmi krijues e kështu me radhë. Thot, por se nga ana tjetër ka njerëz që e veçojnë Allahun në rububien e tij, ama se veçojnë në uluhien e tij, siç janë mushrikët. Qartë? Kjo është pra komenti që i ka bë Sheikhu Themini Allahu më shëroft telbies. Kurse Sheikh Abadi, kthehemi fjalës Sheikh Abadi, thotë, kjo telbie pra pohon tauhidin dhe distancohesh nga shirku. Fjala këtu la pra tregon la sharika lek, tregon pra pohimin, mohimin. Pastaj thot edhe haxhi, si gjitha dhurimet e tjera, duhet është obligim të kryhet i sinqert për hir të fytyrës së Allahut, që të shohësh Allahun ditën e gjykimit, të shohësh fytyrën e Allahut xhallahu ala, dhe të jetë përputhje me sunetin e dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Pra sinqeriteti dhe pasimi i sunetit, që janë dy kushtet për pranimin e veprës.
Prandaj telbia përfshin madhërimin e Allahut, lavdërimin e tij, se ai është sunduesi, ai është që jep mirësi, gjitha mirësitë janë prej tij. Ai meriton të lavdërohet dhe falenderohet. Tani shiheni nga ana tjetër se si e bënin telbien mushrikët, sepse dha ata bënin hax. Kishin dhe ata telbien, çka kishin bote kjo telbie? E kishin shtonin gjonat, e ndryshuan. Thot nga ana tjetër, telbia e mushrikëve e gjejmë që e kundërshton tauhidin me shirk, e kundërshton tauhidin duke bërë shirk. Ngjojeni çfarë thonin ata telbien e tyre siç transmeton Imam Muslimi, thonin labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Pra, kemi përgjigjë ti që s'ke ortak, s'ke shok, përveç një ortaku që është i yti, thot ti e zotëron atë dhe ai nuk zotëron asgjë. Pra, pohojnë që ai nuk zotëron asgjë, pastaj ikin e adhurojnë. Allahu është ai që zotëron, posedon gjithçka. Dhe ky që adhurojnë përveç Allahut, Lati, Uzza, Menati, e tjetri, pra pohoni që ai nuk zotëron asgjë. Prandaj thot, si thot Imam Muslimi, transmeton me zinxhirin e tij nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, që ishin mushrikët që thonin labbaik la sharika lak labbaik, thot i thonte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam atyre, wailakum, njëherë për ju, qad, pra mjaftoni me kaq. Mos shtoni më, mos thoni më. I thoshte wailakum, njëherë për ju, qad, pra thot shehu iqtasiru ala hadha al-kalam, pra mjaftoni me këtë fjalë që është tauhid, mos i bashkangjisni shirkun. Sepse ata thonin illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, përveç një ortaku, një shoku që është pra ti e zotëron atë, edhe ai nuk zotëron asgjë. Duke thonin këtë, duke bë tawaf në Kabe, mushrikët. Qartë, prandaj këtu ta kemi parasysh, pra këtu shihni rëndësinë, madhështinë e tauhidit, veçimit të Allahut në adhurim te kjo telbie, shihni gjendjen e mushrikëve dhe gjithashtu kujtoni tani gjonat që ndodhin tani çfarë, për shembull, kujtoni çështën e Bektashive, se si adhurojnë Aliun, Hasanin, Husejnin, Babatomorin e tjerë me radhë. Pra çështja e ortakut në adhurim që adhurojnë dikën tjetër përveç Allahut, arrin shirku tyre deri dhe prej shumë njerëzve mund shkojë deri rububie. Kurse në ana tjetër nasarat, për shembull po t'ju lexoj diçka nga ato fjalët e tyre ose lutjet që ata bëjnë krishterët, për shembull është një, e kam përmend edhe herë tjetër, është një nga që e konsiderojnë shenjtor, sidomos ortodoksët, e quajnë Kirili Aleksandris, ai ka libër rreth Trinitetit. Gjithashtu mos harroni, Trinitet kanë dhe përveç nesarave kanë dhe Bektashit. Nëse krishterët e kanë Ati, Biri, Shpirti i Shenjtë, Bektashit e kanë Allah, Muhammed, Ali. Qartë, ai thot prej tyre duke fol për Isain alayhis salatu wasalam, që ata i thon Jezus, thot duke përshkruar Isain, duke cituar Isain, thot washariku fi rububiyyati wa. Pra Isai është ortak i Allahut rububie. E qënë me fjallën arabisht sharik, ortak, rububie. Shifeni shirkun e nesarave. Kurse një lutje që ata bëjnë, pra sidomos ato koptët në Egjipt, pra krishterët e Egjiptit, ortodoksët e Egjiptit, flasin për Isain alayhis salatu wasalam duke thënë fjalë, pastaj në fund i thonë wal khaliqu shariku ma al ab. Ti je krijuesi ortaku me Atin. Ne nuk na lejohet me thon Atin, qartë, porse fjalët e atyre. Ne kemi thonë, në emrat e Cicit është besosh, në emrat e Cicit që kanë në Kur'an dhe në Sunet, pa mohim, pa përngjasim, pa shtrembrim, pa përshkrim. Qartë? Pra nuk na lejohet ne, kjo është prej ilhadit, prej devijimit në emrat e Cicit Allahut, që ta thush për Allahun me emra që Allahu se ka qujt vetën e vet. Një prej tyre ti thush Allahut Ati. Ama po themi për shirkun e tyre, ngjoni çai thoni Isa alayhis salatu wasalam, wal khaliqu shariku ma al ab. Ti je krijuesi ortaku me Atin. Allahu na rrit. Prandaj këtu e shihni madhështinë e tauhidit, mirësinë e tauhidit dhe shihni belan për Allahu Zot tauhid, pa që janë pranë shirk. Allahu na rrit. Pastaj thot shehu është e pëlqyer që burrat ngrin zërin me telbie, thot, ka përmend hadithin që përmendi dhe Sheikh Albani Allahu më shëroft, kurse gruaja e ul zërin, ka thënë Tirmidhiu rahimahullah, është pa pëlqyer që ajo të ngri zërin me telbie. Tu shihni diskutimin që kanë dietar rreth gruas. Pra shehu thot tu që është
nuk është e pëlqyer, kurse Sheikh Albani e ngjot dhe me çfarë argumentohesh me hadithin e Aishës radhiyallahu. Por se shihni këtë çështjen e fitnes. Gjithashtu thot, fillon me telbien nga momenti i ihramit në haxh ose umre dhe e ndalon, mirë, kur do ndalosh telbien, ai që është në haxh, thot e ndalon haxhiu telbien kur mbaron nga goditja e gurëve ditën e Kurban Bajramit. Thot, pastaj tregojnë që dietarët u kanë diskutim, sa dietarë thonë momentin e parë me goditjen e parë, pra kur gjua ndalon, disa tjerë thonë mbasi e mbaron, pra, mbasi mbaron pra goditjen e gurëve. Pra kanë kundërshtim dietarët tu. Sa thonë, sa shkon pa aty, fillim fare ti ndalon. Pse se tani do merresh me diçka tjetër, që është goditja e gurëve. Me çdo gur do thush Allahu Akbar. Sa dietarë tjerë kanë thonë, jo, mbasi mbaron. Mbasi mbaron dhe telbien. Shehu tregon me thot medhebi i parë, pra që te goditja e parë është medhebi shumicës dietarëve, kurse te dytja thot është medhebi Imam Ahmedit dhe disa prej shokëve të Imam Shafiut, dhe këta janë argumentuar thot me hadithin që transmeton Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, që pra vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bonte telbie derisa goditi Jamratul Aqaba, ajo e fundit që goditet ditën e Kurban Bajramit. Thot, pastaj e ndërpreu telbien me gurin e fundit. Tregon fjalën e Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, thotë që ky hadithi pra është e qartë që mbasi mbaron goditjen e gurëve. Ju thash dietarët e tjerë pra thonë që jo. Pra sidomos Sheikhu Temini Allahu mëshiroj, thotë ti tani do marrosh telbien kur arrin atje, pastaj do merresh me këtë adhurimin tjetër, pra me goditjen e gurëve duke thënë Allahu Akbar. Mirë, po ai që bën umre, ai që bën umre, thotë mbaron telbien, e ndalon telbien kur fillon tawafin. Sheikh Albani thoshte kur shef banesat e Mekës. Sheikhu këtu thot nga kur fillon tawafin, kjo thotë është e saktë, ka transmetim saktë nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma. Pastaj thot hyrja në Mesxhidul Haram, edhe kjo është një dobi që t'ja u lexoj këtë, se është e rëndësishme. Thotë kjo fjala Mesxhidul Haram, pra mesxhid është xhamia dhe haram, thotë përdoret për dy gjëra. Përdoret për Ka'ben, pra aty ku është Ka'bja, gjithashtu përdoret për gjithë Mekën. Pra fjala Mesxhid Haram përdoret për Ka'ben, aty ku është xhamia, ku është Ka'bja, quhet Mesxhidul Haram. Gjithashtu përdoret për gjithë Mekën. I thot gjithë Mekën si thot Mesxhidul Haram. Me çfarë argumenti thot? Allahu xhallahu ala ka thënë ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha. O ju që keni besuar, mushrikët janë pisët. Pisët nga cila anë? Nga çështja e besimit tyre, nga shirku i tyre. Jo se ti po i dhe dorën atij, u bona. Jo, pra pisliku i shirkut, i besimit kot që ata kanë. Atëherë çfarë thot Allahu xhallahu ala, o ju të cilën keni besuar, mushrikët janë të pisët, mos t'i afrohen el Mesxhid el Haram. Thot pas këtij viti, këtu mos t'i afrohen, a vetëm Ka'bes apo jo gjithë pra kufirit Mekë. Mos t'i afrohen ata. Qartë? Kjo ta keni parasysh. Pastaj është çështja e pra kur hyn Ka'be, arritëm këtu, kur hyn duaja, nuk ka diçka të veçantë kur hyn Ka'be, diçka pra që ndryshon. Do bësh njëjtën dua që bëhet çdo xhami në botë. Nuk ka një dua të veçantë. Po ju tregoj këtë që ka përmend Sheikh Albani, se Sheikh Abadi i ka bashku të dy hadithe. Ju lexoj këtë që ka përmend Sheikh Albani, Allahu mëshiroft, me që ndaluam këtu. Pastaj thot Sheikh Albani Allahu mëshiroft, ku të hysh në xhami, mos harro që të hysh me këmbën e djathtë dhe thuash Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma iftah li abwab rahmatik. Ose thua A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Kurse shehu këtu çfarë thot? I ka bashku të dyja këto, pa të dyja këto transmetime thot, pra thua bismillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah, A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim, Allahumma iftah li abwab rahmatik. Pra thot ky dhikur dhe kjo dua pra është bashkim i haditheve që tregon kanë ardhur këtu dhe këtu. Pra, normal si çdo xhami. Tjetër, para se t'ju tregoj se çfarë do të bësh para tawafit, thotë shehu këtu, kur ti do hysh Mesxhidul Haram, pra në Ka'be dhe ke si qëllim tawafin, atëherë përshëndetja e xhamis në këtë rast është tawafi. Pra ti ke ik do me bë tawaf. Këtu nuk do falësh 2 rekat, pastaj do bësh tawaf. Jo, shko, fillo me tawafin, pastaj mas tawafit çka ke 2 rekat.
Thot, ama nëse rast tjetër ti hyn në xhami për të falur, për të lexuar Kur'an, e tjera me radhë, për të marrë dije ose tjera, atëherë përshëndetja e xhamis është namazi. Atëherë ti do falësh 2 rekat, do ulesh. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të hyn ndonjëri prej jush në xhami, mos ulet derisa të falë 2 rekat. Transmeton Buhari dhe Muslim nga Abu Qatada radhiyallahu anhu. Pastaj, para se të fillojmë tawafin, ky lexoj këtë diçka këtu te shehu, Sheikh Albani, se ka përmend te Sheikh Albani, thotë, kur personi shef Ka'ben, ngret duart e tij. Pra, ngret duart. Thotë sepse ka ardhur e sakt nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pra që të ngresh durën kur shef Ka'ben. Ama thot, nuk ka ardhur diçka e sakt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu në këtë rast kur ngrihen duart ose në këtë rast kur shef Ka'ben, se ngrihet duart ka nga Ibn Abbasi, thot një dua e veçantë. Robi mund të lutet me çfarë do, me çfarë ti lehtësohet atij. Nëse bën dua me duan e Omerit radhiyallahu an, është diçka e mirë. Kush ka qenë duaja e Omerit? Allahumma anta salam wa minka salam fa hayyina rabbana bis salam. Kjo ka nga Omer radhiyallahu an. Allahumma anta salam wa minka salam fa hayyina rabbana bis salam. Pastaj fillon tawafi, por se para kësaj, pra kalojmë prapë këtu te Sheikh Abadi, thot tawafi është një adhurim që e ka ligjëruar Allahu xhallahu ala dhe është i veçantë për Ka'ben. Nuk lejohet personit bëj tawaf dikon tjetër, diku tjetër. Thot, bëj tawaf rreth një varri apo rreth diçkaje tjetër. Nëse dikush bën tawaf në diçka tjetër përveç Ka'bes, kjo s'është për fesë Allahu xhallahu ala, është që të shpikësh fenës Allahu diçka që ai s'ka lejuar për të. Për këtë arsye, do t'i lexoj punën e tawafit këtu, që çfarë gjykimi ka kur bën vend tjetër. Prandaj, është e saktë që thuhet sa njerëz adhurojnë duke ju falur Allahu xhallahu ala në çdo vend, sa njerëz japin sadaka, sa njerëz agjërojnë, sa njerëz përmendin Allahun në çdo vend. Ama nuk është e saktë thuhet sa njerëz bëjnë tawaf për Allahun në çdo vend. Sepse tawafi është i veçantë vetëm për Ka'ben. Sepse tawafi nuk ekziston nga ana shariatike vetëm rreth Ka'bes. Pra nuk ekziston qëllimi, nuk lejohet nga ana fesë vetëm rreth Ka'bes. Mirë, çfarë gjykimi ka? Se shehu tha nuk është e ligjëruar, çfarë gjykimi ka nëse ti bën tawaf diku tjetër, pra përveç Ka'bes? Po ju lexoj fetvan e Lexhës, pra për atë që bën tawaf diku tjetër. Përgjigjen e ka dhënë Sheikh Ibn Bazi, Sheikh Gudejani, Sheikh Fozani, Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh thon. E kam pyet zakonisht për këta që bëjnë ta tawaf të varret për të ftuar njerëzit. Pra po iki unë bëj tawaf me ta për t'i ftuar, Allahu na rrit. Kjo ku gjendet? Di ku ekziston kjo? Te tabliksa. Thon Allahu i mëshiroft ata që kanë vdekë dhe e ruaj këta që janë gjallë. Thot tawafi rreth varreve ndryshon gjykimi sipas gjendjes atij që bën tawaf. Ngjojeni tani, gjykimet. Sepse sheku nuk ka seru, ka vazhdu. Unë duhet që ta kemi që u përmend si çështje. Thon, nëse personi që bën tawafin do të afrohet tek personi që është i vdekur, pra duke adhuruar atë që është i vdekur, do të afrohet tek ai. Këtë rast është shirku më i madh, sepse është adhurimi dikujt tjetër përveç Allahut xhallahu ala, dhe kush adhuron dikën tjetër përveç Allahut me një lloj prej llojeve të adhurimeve, ka bë shirk. Nëse personi që bën tawafin do të afrohet tek Allahu, tek ky vend, pra unë po e bëj për Allahun, për të afruar tek Allahu, atëherë thotë ky është një bidat i ndaluar dhe është rrugë prej rrugëve të shirkut, sepse Allahu nuk e ka ligjëruar tawafin për ne vetëm rreth Ka'bes. Rasti i tretë, që është rasti këtu, thotë, nëse nuk do të afrohet tek Allahu xhallahu ala dhe as ai personi që është i vdekur, por se do që të eci me ata që t'i bëj davet atyre siç pretendon. Thot, kjo është vepër e haram, është vepër e ndaluar, sepse ti po përngjason me ta dhe po ke një përputhje me ta në aparencë, në ato që shfaqet. Dhe nuk është kjo prej rrugëve të davetit ligjëruara. Prandaj e ka obligim ai që e shef që bën këtë, ta këshilloj dhe ta kritikoj për këtë gjë. Qartë, ky është gjykimi për sa i përket tawafit. Pra, nëse bëhet një vend tjetër përveç Ka'bes. Pastaj thot, tawafi në Ka'be ka, pra, prej llojeve të tawafit që është shtylla e haxhit,
siç është ifada që e përmendëm, është gjithashtu shtyll numre tawafi umrës, gjithashtu ka prej llojeve tawafit që është obligim, siç është tawafi i lamtumirës, dhe ka prej tawafeve që është mustahab, që janë llojet e tawafeve të tjera. I kemi përmendur këto. Ka ardhur për vlerën e tawafit, thotë Sheikh Abadi, ka ardhur për vlerën e tawafit, pra hadithi i Umerit radhiyallahu an, që thuhet në të, kush bën, pra në këtë ndërtesë, në këtë shtëpi, pra në Kabe, bën tawaf 7 herë dhe pra mundohet që as mos shtoj, as mos paksoj, pra ta plotësoj ashtu siç duhet, është sikur ka liruar një rob. Sikur ka liruar një rob. Qartë, ky është problemi. Pastaj, pra, se do t'i lexoj edhe nga Sheikh Abadi dhe nga Sheikh Albani, thot, personi që bën tawaf mund të preki 2 cepat që quhet Guri i Zi dhe Ruknul Yamani. Thot, ka ardhur vlerë nëse i prek këto, tek siç transmeton Nesai, pra Guri i Zi, para Guri i Zi është cepi tjetër që quhet Ruknul Yamani. Qartë, thot, ka ardhur, transmeton Imam Nesai rahimahullah me zinxhir të mirë nga Abdullah ibn Ubejd ibn Umer, se një person ka pyet Abdullah ibn Umer radhiyallahu an, i ka thënë, o Abdullah ibn Umar, o Ebu Abdurrahman, unë nuk po të shoh vetë se ti po prek këto 2 cepat Qabës. Thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot, ai që i prek këto të dyja, ti fshin gjunafet dhe gjithashtu, pra prekja këtyre të dyja ti fshin gjunafet, dhe e kam dëgjuar të thot që ai që bën tawaf pra 7 herë është sikur ka liruar një rob. Qartë? Pastaj thot, tawafi është 7 herë, fillon me Gurin e Zi, gjithashtu mbaron aty, Guri i Zi tregon se ku është shehu, thot pastaj ta bësh tawafin duke qenë i pastër, ta kesh Kaben nga ana e majt, dhe kur të bësh tawaf, mos thot ta kalosh atë që quhet hijr. Qa është që ta keni parasysh për ata që na ngjojnë edhe nuk na shohin, hijr është pra tek 2, mos i kalon Gurin e Zi, janë te 2 cepat e tjera, 2 cepat që jo këto që prekim, po 2 tjerat është një form uje, ka 3 neona aty, ju që jeni këtu shifeni, flet për këtë këtu. Kush e shef? Shifeni Qaben, kjo këtu, kjo quhet hijr. Po thot që kur ta bësh tawafin do ta kalosh të, mos të vish ta futesh këtu. Sepse po u fute këtu nuk quhet tawafi. Sepse kjo është pjesë e Qabes. Po kur mushrikët e rindërtuan Qaben dhe u munduan, a u zotuan, ose thanë me njëri tjetrin që ne nuk do, kur ta ndërtojmë Qaben, nuk do ndërtojmë vetëm me lek halal. Shirkun e tyre do të ndërtojmë Qaben me lek halal. I mbaruan lekët dhe kjo pjesa që është e Qabes këtu e lan jashtë. Ti tani kur të bësh tawafin, po thon dietarët, kalo ndej mos u fut këtu, sepse nuk quhet tawafi, sepse ti ke lënë një pjesë Qabes pa. Qartë thash duke thënë që ta kuptoni. Kurse ata që na ngjojnë edhe nuk na shohin e ka fjalën për atë që është si pjesë uje ose si hark që ka ato 3 neonat. Tani. Thot, Allahu rujt, nëse e bën këtë gjë kalon aty te hijri, futet mrena te hijri, thot nuk është i sakt tawafi i tij, sepse nuk ka bërë tawaf rreth gjithë Qabes. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte tawaf kështu. Gjithashtu tawafi duhet të jetë brenda xhamisë, jo jashtë. Ka thënë Ibn Mundhir rahimahullah në librin e tij Ijma, ka ra dakord gjithë dietarët që nuk është i sakt tawafi nëse ti je del jashtë xhamisë. Pastaj kur personi thot kalon te Guri i Zi, e puth atë nëse ka mundësi, nëse jo e prek me dorën e tij ose me diçka tjetër dhe puth atë që e preku me të. Nëse s'ka mundësi, bën shenjë nga Guri i Zi dhe pra bën shenjë nga Guri i Zi. Pastaj thot tregon ose argumentohet thot për sa i përket puthjes, hadithi Umerit radhiyallahu an se ka ardhur te Guri i Zi dhe e ka puthur, do qëndrojmë pak te kjo. Ka ardhur te Guri i Zi dhe e ka puthur dhe i ka thënë: "Unë e di se ti je gur, nuk të bën as dëm as dobi." Po e përsëriste se është shumë e rëndësishme. Ngjoni fjalën e Umerit radhiyallahu an, sepse ka dyshime tani, shumë njerëz nga që janë zhyt të shirk, si nasarat e ngjuse çfarë shirku kanë. E shihni se Allahu xhelala ka përmend për kufrin e tyre gati sa janë çaqi dhe toka.
janë gjitur lloje shirku, pastaj vinë dhe çfarë? Ka prej tyre që duan me sulmu çfarë? Islami dhe muslimanët i thonë disa prej muslimanëve në perëndim që dhe ju adhuroni gurin e zi. Nëse nuk mani mend shumë përgjigje, unë do t'i lexoj, por se mani mend të fjalën e kujt? Fjalën e Umerit radhiyallahu anhu. Gjojeni çfarë thot radhiyallahu anhu? Thot unë e di që ti je gur, nuk të bën as dëm, as dobi. Gjojeni, sikur mos kisha pa të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam që të puthte, unë s'kisha me të puthte. Pra, ne e puthim se çfarë? Se ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo adhurojmë gurin. Jo adhurojmë gurin. Por se siç thon arabët që kush e ka shtëpinë vet prej xhami, mos i gjuaj tjerët me gur. Do të qëndrojmë te kjo. Thot gjithashtu, një person e ka pyet Ibn Umar radhiyallahu an për prekjen e gurit, thot e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta prekte dhe ta puthte. Gjithashtu ka ardhur nga Nafi, thot kam pa Ibn Umar radhiyallahu anhu që e prekte gurin me dorën e tij, pastaj puthte dorën. Thot, nuk e kam lënë unë këtë, që kur kam pa të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam që ta bënte. Gjithashtu ka ardhur hadithi e Butufeli, thot, kam pa të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam që bënte tawaf rreth Ka'bes. E prekte gurin e zi me një mihxhan. Mihxhan është si me thonë shqip bastun ose shkop që e ka atë dorezën e ka kështu të përthyer. E prekte me atë, pastaj puthte shkopin. Dorën, shkopin. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë tawaf i hipur mbi deve. Tu tregon që lejohet që ti mund të bësh tawaf i hipur. Thot, ka bë tawaf i hipur mbi deve, sa herë që vinte te gurizi e bonte me shenjë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon që ka hadithi që ka tek Buhari dhe tek Muslim. Tjetër gjë, edhe kjo është e rëndësishme dhe këtë duhet ta kemi parasysh. Thot, nëse arritja te gurizi për ta puthur, për ta prekur, nuk arrihet vetëse duke lënduar dikënd, duke i shkaktuar dhimbje dikujt, për njerëzve, atëherë lëre dhe vazhdo tawafin. Kjo është shill për gjithë, ta keni parasysh. Po e përsëris edhe herë. Thot, nëse arritja te guri i zi për ta puth ose për ta prek nuk bëhet vetëse duke lënduar dikënd, atëherë thot vazhdo tawafin tënd, thjesht e bë me shenjë siç do të sqarojmë. Sepse prekja e gurit është e pëlqyer, kurse çfarë të lëndosh njerëzit, të shkaktosh dhimbje njerëzve është haram. Nuk mund të arrish, pra nuk mund të bësh diçka të pëlqyer me diçka, nuk mund të arrish te diçka e pëlqyer duke bërë diçka të ndaluar, duke bërë diçka. Kurse ka ardhur gjithashtu nga Omer radhiyallahu anhu, shehu ka përmend këtu, i ka thënë gjoni si ka thënë Omer radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: "O Umar, ti je i fuqishëm, je burr i fuqishëm, mos i lëndo ata që janë dobët." Ti je burr i fuqishëm, mos i lëndo ata që janë të dobët. Thot, nëse do të prekësh gurin, nëse ke hapësirë, preke. Nëse jo, drejtohu nga ai dhe thuaj Allahu Akbar dhe kuptimi vazhdo. Qartë? Ngjojeni këto të gjitha, Pastaj thot, ç'thot Sheikh Albani, te prekja e gurit ka një vlerë shumë të madhe, ose vlerë të madhe. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ta ringjalli Allahu xhallahu ala gurin ditën e gjykimit, ai ka dy sy që shef me to, ka një gjuhë që flet me të dhe do dëshmoj për çdo kënd që e ka prek me hak. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prekja e gurit zi dhe ruknul yamani, thot i fal gjunafet, i fshin gjunafet. Gjithashtu ka thonë sallallahu alaihi wasallam që guri i zi është prej xhenetit, ka qenë më i bardhë se sa bora, por se e ka nxirr gjunafet e mushrikëve. E ka nxirr gjunafet e mushrikëve. Pastaj thot, pra personi kur e prek gurin e zi, thot bismillah wallahu akbar, dhe kur bën shenjë nga ai thot Allahu Akbar. Ka tregu pra se përmend hadithin e Abbasit radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra bëri tawaf mbi një deve, sa herë që kalonte te guri i zi bënte shenjë dhe thoshte Allahu Akbar. Kurse bismillah dhe Allahu Akbar ti bashkosh të dyja ka ardhur nga Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu. Pra nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur vetëm fjala Allahu Akbar. Bismillah ka ardhur nga Abdullah ibn Umeri radhiyallahu. Sa dietar thon
Pra thu bismillah, Allahu Akbar te e para, pastaj te tjera thu vetëm Allahu Akbar. Shepi Bazi thotë edhe nëse thu bismillah Allahu Akbar te gjitha, nuk ka problem. Qartë? Por se çështje tjetër këtu që më u përkujtu se s'është përmend këtu, dietarët kanë përmend çështje tjetër, te rasti tek ai tawafi i fundit. Te tawafi i fundit, a do ta thush Allahu Akbar apo jo, apo do mjaftohesh vetëm te fillimi? Këtu ka kundërshtim dietarët. Shehu Themini Allahu mëshiroft thotë që do mjaftohesh me Allahu Akbar që the te fillimi i tawafit 7 dhe kur të vish ta mbarosh atë, nuk ke nevojë më thush Allahu Akbar. Shepi Bazi, Sheh Fauzani, Sheh Abadi thotë që e thu dhe te tawafi i fundit. Njëjta gjë vlen dhe te, si më thon, te tawafi ose te sa'i i fundit Marwa. Pra kur shkon Marwa, a do e bësh duan apo do largohesh? Njëjta gjë, këta dietar që thon te i teti këtu do thush ose mbasi mbarosh 7-in, fund 7-it, do thush Allahu Akbar, thon njëjtën gjë dhe në Marwa te rasti i fundit do e bësh duan dhe atje. Shehu Themini thot, siç thot tu te Gurizi, ashtu thot dhe atje, kur të shkosh në fund te Marwa, atje thot nuk bën më dua, vazhdon. Thjesht ta keni parasysh pra kundërshtim mes dietarëve këtu. Që kanë kundërshtim, si më thon, në arrit në kuptimin e argumenteve që kanë ardhur. Pastaj thot, kep gjykimin shehu të Sheh Abadi thot, pra para se të fillojmë rregullat, qëndrojmë pra këtu, se te puna Guridzi dhe te prekja e Qabes. Thot, kur ai që bën tawaf shkon te Ruknul Yamani, e prek me dorë nëse ka mundësi. Pra, te Ruknul Yamani nuk ke vetë se diçka të ligjëruar, ke vetëm prekjen. Po nuk e preke, nuk bën asgjë tjetër. Pra, as thot shehu këtu, na nuk e puth, as nuk puth dorën tënde, pra vazhdon tawafin dhe as shenjë nuk bën. Dhe po ju këshilloj, si që kam këshillu kush e disa herë, mundoni të çapo ngjoni argumentet, ose kush do në këtë tokë që ju thot argument, atë mundoni me bë, siç dëgjoni fjalët e sahabëve. Mos boni ç'a bën njerëzit. Po ja përsëris për kush e ditën sa të herë. Mos shihni që un pashoni duke bën dhe ti. Ti shembull kë ke? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndonjoni përgjigjet e sahabëve. Më mbrapa. Thot, dhe mos të preki diçka prej murave të Qabës, prej cepave të Qabës. Ke persona që prekin, do shohë njerëz që prekin, mos i prek thot, përveç 2 cepave, Gurizi dhe ky Ruknul Yamani që thon. Ta Ruknul Yamani ngjove vetëm me prek, as po se bën këtë, as thua as gjë, as vetëm me prek. S'ke mundsi ta bësh të vazhdo. Te Gurizi e mësuat se ç'a bën. Thot, siç kanë ardhur hadithet e Ibn dhe Ibn Abbasit që i përmendëm. Ngjoni tani, ngjoni çik. Thot Jala ibn Umayya, thot bona tawaf me Umar ibn Khattab. Kur isha te Rukni, pra mbasi kalova gurin e zi, kalova gurin e zi, shkova te cepi tjetër, thot e preka. Më tha, a nuk e boti tawaf me dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam? I thash sigurisht. I tha, e ke pa që ta preki këtë që preke ti? Shife, kujt po i thot, ke bo tawaf, do thot që ai që ka bo tawaf me pejgamberin sa çasht, ai që ka bo, është sahabi. Do ta ke bo tawaf ti me dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam? I tha sigurisht. Tha, e ke parë ta preki këtë? Tha, jo. Atëre vazhdo thot, sepse ti te i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ke shembull më të mirë. Marrni mend të hadith. E ka përmend dhe shehu këtu, te faqja 22, këtë që ka përmend Sheh Abadi ka përmend dhe shehu këtu. Pra njëjtin transmetim. Por se ka përmend këtu për Shehul Islam ibn Taymija rahimahullah, thot, pra Sheh Albani ka përmend të që është transmetuar, thot, shifse se ka thënë sa e bukur është ajo, sa e mirë është ajo që ka transmetuar Abdurrazzaku. Ahmedi Bejhaqiu nga Jala ibn Umayya, dhe ka thënë këtë. Para kësaj ka thënë fjalën e Shehul Islam ibn Taymija, Sheh Albani thot, pra prekja me dorë, për sa i përket, pra Islam është prekja me dorë, për sa i përket cepave tjera të Qabës, vendit Mekami Ibrahim, prekja këtyre, ose gjithçka që kanë tokë prej xhamive, prej mureve, prej varreve të pejgamberëve ose njerëzve të mirë, ose atje te varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose që quhet shpella e Ibrahimit, ose vendet ku ka qëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shfalur në to, varret e njerëzve të mirë, e pejgamberëve, ose shkëmbi te Kutsi, nuk preken, nuk puthen me mendimin e gjithë imamlarëve. Mos thuaj po pash të pash atë, ngjojeni. Pra vetëm këto preken, Gurizi edhe Ruknul Yamani. Ngjoj çapo thotë Shehul Islam,
Nuk preket gjitha këto. Mund shkosh Medinës, dikush e bote muri Medinës, te dera Medinës. Thot nuk preken me mendimin e gjithë imamlarëve. Nëse bën tawaf, është nga më të lartat bidata e haram dhe ai që vazhdon gjykimi. Ju e morët vesh për çështjen e tawafit. Qartë? Thot shehu, i kthemi fjalës Sheikh Abadit. Thot, siç nuk puthen pra muret e Qabës, cepat e tjera, as nuk preken. Nuk bëhet thot kjo gjë me gurët, me ndërtesat në çdo vend. Madje është obligim që ne të mjaftohemi vetëm me atë që ka ardhur në sunet. Pra, që të puthim gurën e zi ose ta prekim dhe të prekim Ruknul Yamani. Për këtë arsye, thot Omer radhiyallahu an, sikur mos kisha pa dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të puthe, s'kisha me të puth. Ka thënë Imam an-Nawawi rahimahullah, nuk lejohet që bëhet tawaf te varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është e papëlqyer, e urryer që ti ta vendosësh shpinën tënde, barkun tënd te muri i varrit. Ka thënë Ebu Ubejdillah al-Halimi e tjerë, thotë është e urryer që ta prekësh me dorë, ta puthësh, thotë, madje është për edukatës që ti të largohesh. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ishte prezent. Kjo është fjala e saktë që kanë thënë dietarët dhe kanë rënë dakord. Ngjoni tani, mos u mashtro me kundërshtimin që bëjnë shumë prej popullit dhe që bëjnë ata, sepse marrja si shembull dhe puna është sipas haditheve dhe fjalëve të dietarëve dhe mos ju ktheheni shpikëve të njerëzve thjesht dhe ignorancës tyre. Pra mos shih çfarë bëjnë njerëzit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush shpik fen ton, diçka që s'është prej saj, ajo është e refuzuar. Kush vepron fen ton, diçka që s'është prej saj, ajo është e refuzuar. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e merrni varrin tim si fest, pra që të vini her pas here. Boni salavat për mu, sepse salavati juaj marrin mua ku do qofshi. Tu gjithashtu shife, pra Allahu xhallahu ala ka caktuar me lajke që ja transmetojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ti bos salavat. Nuk ka nevojë. Pra se një bela tjetër, një kundërshtim tjetër i fesë është që bëjnë disa njerëz. Për shembull, ti je në Shqipëri, do me shku për haxhe për umra, thot jepi selam për mu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot tu, salavati juaj marrin mu ku do qofshi. Transmetim tjetër thot Allahu xhallahu ala ka caktuar me lajke që i transmetojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam salavatet, selamin e robëve. Qartë. Pastaj ka thonë Fudeli rahimahullah, paso rrugën e udhëzimit dhe mos bëj dëm pakica që e pason atë dhe ruaj nga rrugët e humbjes dhe mos u mashtro me shumicën e njerëzve të shkatruar. Fjalë që është përmend shpesh, pra ti paso të vërtetën dhe mos u dëmto me se ata që pasojnë të vërtetën janë pak. Hec me të vërtetën, mos thuaj o shif sa pak janë këta, shife shumicën. Kështu ka porosit Fudeli rahimahullah. Paso rrugën e drejtë dhe mos shif se ata janë pak, mos bëj dëm kjo gjë. Dhe ruaj nga rruga e humbjes dhe mos u mashtro me shumicën që janë shkatruar. Allahu na. Thot, kush i vin mendje që prekja me dorë ose është më të bereqet të tjera, kjo është nga ignoranca e këtij personi, nga shkujdesja e këtij personi, sepse bereqeti vjen kur ne përputhemi me shariatin. Si e kërkon ti mirësinë, kundërshtim me të vërtetën. Gjitha kjo është fjala e Nawawiut rahimahullah. Gjitha kjo që u thot. Gjithashtu ka përmend fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, thot, ka thënë Sheikhul Islam, ka rënë dakord dietarët se kush viziton varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose varrin e dikujt për pejgamberëve dhe njerëzve të mirë, për sahabëve, për familjarëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është që mos fërkohet me të, mos ta preki me dorë apo të fërkohet, apo ta puthi. Thot, nuk ka diçka në këtë botë që na është ligjëruar që ta puthim përveç gurit zi. Ka përmend hadithin nga pejgamberi, hadithin e Umerit radhiyallahu an, që u përmend kush e di sa herë, pasha Allahun e di që ti je gur, nuk bën as dëm dhe as dobi, sikur mos kisha pa dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam që të kishte puthur, unë s'kisha me të puth. Prandaj, nuk është e pëlqyer me mendimin e gjithë dietarëve që personi të puthi apo të preki, thot dy cepat e Qabes tjera përveç gurit zi dhe cepi Ruknul Yamani, as Maqami Ibrahim. Mund të shofësh te Maqamu Ibrahim, të veni ku është aty, te Maqamu Ibrahim. Dhe as thot atë shkëmbin te Kutsi, dhe as varrin e dikujt për pejgamberëve dhe njerëzve të mirë. Qartë? Tani qëndrojmë pak këtu, pra te kjo falja Umerit radhiyallahu an për gurin e zi, që unë e di që ti je gur, nuk bën as dëm dhe as dobi, dhe mos kisha pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam puthte, s'kisha me të puth. Thot Hafidh ibn Hajar rahimahullah te Fethul Bari,
thot, te fjala Umerit radiallahu an, e ka thënë Umeri këtë fjalë, se sa njerëzit sa ishin larguar nga adhurimi i idhujve dhe ata që adhuronin përveç Allahut. Kishte frikë Umeri se do mendonin ignorantët se prekja e gurit është si madhërim për disa gur. Siç ishin arabët në xhailitet, donte Umeri radiallahu an që t'i mësonte njerëzve se prekja që ai po i bënte është pasim i veprës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo se gurit bën dëm apo dobi, siç mendonin njerëzit e xhailitetit në ata që adhuronin përveç Allahut xhallahu ala, ose siç ka ardhur që shpresonin pra ndërmjetësimin e tyre. E kam pyet Sheikh Utheminin, Allahu mëshiroft, pra për këtë dyshim që thonë nasarat, sidomos pra nga perëndimi, pra që thonë që ju pra adhuroni Qabën apo gurin e zi. Ka thënë Sheikhu Allahu mëshiroft, thot ne hedhim poshtë të dyshim, duke i thënë se ne rrotullohemi rreth Qabës, jo për të madhëruar Qabën, por se për të madhëruar Allahun xhallahu ala, se ai është Zoti i Qabës, është Zoti i kësaj ndërtese. Thot, ata që bëjnë tawaf rreth Qabës, nuk i lutën Qabës, nuk thonë o Qabe na kryej nevojat tona, na zgjidh hallet tona, na fal gjunafet tona, na mëshiroj kështu me radhë. Jo, ata adhurojnë Allahun xhallahu ala, përmendin Allahun, i kërkojnë falje Allahut dhe mëshirë Allahut xhallahu ala. Kundërshtim me nasarat që adhurojnë kryqet, pra dhe adhurojnë kryqin, i bëjnë ruku atij, i bëjnë sejdë atij, i luten kryqit, dhe nga ignoranca e tyre është se tek ai kryq, siç pretendojnë ata, është kryqëzuar Isa alayhi salatu wasalam, i biri Mariemës, thot, si madhërojnë diçka që është bërë shkak sipas atyre, se Allahu xhallahu ala ka thënë asë vranë dhe asë kryqëzuan. Po sipas atyre, si madhërojnë diçka që është dënuar në të pejgamberit tyre, kjo është thot prej humbjes nasarave, prej ignorancës tyre. Thot, dhe ne muslimanët siç dihet, për Isa alayhi salatu wasalam themi që as është vrarë dhe as është kryqëzuar. Pastaj i thot, njep ju dikën për muslimanëve, pra muslimani vërtet, që thot, unë po bëj tawaf rreth Qabës, që Qabja të më largoj dëmin, apo unë të arrit diçka që dua, nuk e me e gjetë këtë. Qartë, nuk e me e gjetë këtë. Me që u përmend kjo pak këtu, kjo çështja e kryqit, pra si adhurojnë atë, ndërkohë që sipas atyre, aty është kryqëzu Isa alayhi salatu wasalam, thot Imam Ibn Qayyim rahimahullah te Ighathatul Lahfan. Thot është për të habitur se ata e lexojnë librin e tyre, se është i mallkuar ai që varet në kryq. Do t'ja lexoj si është. Fjala që është sot tani te kapitulli e quajnë shqip ligji i përtërir ose Deuteronomi, është me numër 21, 23. Ata në libër sot e kanë, ai që varet në një pemë është i mallkuar prej Allahut ose në një dru. Kush varet në një pemë ose një dru është i mallkuar prej Allahut. Pali atyre që besoj e keni pak ose shumë prej jush e kanë ide se sa i rëndësishëm është ai në kristianizëm, ngjoni çfarë thot, pra shifë si flet për Isa alayhi salatu wasalam, ju e ngjut që kjo është pra tek Deuteronomia, te 10-ta e vjetër, thon kjo që thot Imam Ibn Qayyim këtu, ai që varet në një pemë është i mallkuar prej Allahut. Ngjoni çfarë thot Pali, thot ai u mallkua për ne. Ai u mallkua për ne. Pra i shuin Isa alayhi salatu wasalam çfarë këtu? U mallkuar Allahu na ruaj. Ai u mallkua për ne, sepse siç është shkruar, i mallkuar është ai që varet në një dru, siç e përmendëm. Qartë? Thot Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kthejmë fjalës Imam Ibn Qayyim, është për të çuditur thot se ata e lexojnë librin e tyre. Dhe e kanë bërë këtë gjë, e lexojnë këtë gjë dhe e kanë bërë këtë çështje kryesore ose diçka si moto e fesë tyre. Thot, sikur të kishin pak logjik, do ishte më parsore për ta që ta digjnin kryqin, ku ta gjenin, ta thynin, ta coptonin, sepse sipas atyre në aty është çfarë? Është kryqëzuar ai që adhurojnë përveç Allahut xhallahu ala ose me Allahun, adhurojnë me Allahun xhallahu ala. Pra, ajo që pritet është që ta thyn, jo ta madhërojnë, edhe ta adhurojnë. Qartë? Tregojnë këtu me që jemi këtu, ja u thash pra këtë çështje. Tregojnë për Sheikh Muhammadul Wahhab rahimahullah, tregon Sheikh Uthemini, që kur ka qenë i ri, ka shku pra e bo haxh apo umre në Qabe, ka shku haxh. Dhe aty në Qabe ka gjetë një mësues, një njeri me dije që bën të mësim. Dhe shehu i pëlqeu, thot, pra ai mësimi i tij. Por se në momentin e fundit kur po mbaronte mësimin, e ngjoi duke thënë: "Oj Qabe Allahut. Ja Kabet Allah."
Enjoy duke thënë ja Ka'bat Allah. O Qabi Allah. Është duke si më thon duke e thirr ata Qabën. Sa po shehu Allahu më shërof, pra thuan të histori të shuar transmetuar të shehu Femini, Allahu më shërof. Thot ka qenë i zgjut, normal shumë i zgjut, Allahu më shërof. Thot para namazit, duke prit namazin, afrohet te ky njeri me dije. Ishte i ri, shehu ka qenë moshë e re, thot desha me të lexu disa sure. Surat e fundit, mund me mi korrigju pak. Edhe fillon nga surat e fundit derisa arrinte surja Quraysh. Li ila fi Quraysh, ila fi rihlat ash-shita'i was-sayf, falyabudu hadha al-bayt. I thot ai, si? Falyabudu rabb hadha al-bayt. Pra që ta kuptoni, falyabudu rabb hadha al-bayt, ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, ta veçojnë me adhurim Zotin e kësaj shtëpie. Po sheku çfarë tha? Falyabudu hadha al-bayt, ta adhurojnë këtë Qabe. Ai ja korrigjoi. Falyabudu rabb hadha al-bayt, adhurojnë, ta veçojnë me adhurim Zotin e kësaj shtëpie. Në gjut, shehun, dhe i thot, jo, thot, nëse do adhuronin Qaben, do boni shirk. Allahu nuk urdhon me shirk. Gjithashtu shehu tani shfrytëzon këtë rastin kur thot kështu dhe i thot, Allahu xhallahu ala ka thënë te sura Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe thot Zoti juaj lutmuni që t'ju përgjigjem. A ka thënë lutni mua apo ka thënë lutuni Qabes? Ti lutesh Allahut, adhurosh Allahun xhallahu ala. Jo, ka thënë ai, nuk lejohet dikujt lutet përveç ti lutemi dikujt përveç Allahut xhallahu ala. Po mirë, shej thash unë ngjova thot, pra duke thënë o Qabi Allahut. Pra boni gjithë këtë që ta këshillonte për këtë gjë. Unë ngjova duke thënë o Qabi Allahut. Thot te shehu dhe mini Allahu më shëroftë, falenderoi shehun dhe i tha xhazakallahu khair, pra kështu është përmend si histori. Histori që e keni në ajet falyabudu rabb hadha al-bayt. Ta veçojnë me adhurim Zotin e kësaj shtëpie. Jo këtë ndërtesë të shtëpi. Qartë? E le me kaq, vazhdojmë herë tjetër, subhanallahu walhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Edhe ju gjithë.